Ilir Proda është shkarkuar nga detyra e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit. Vendimi për largimin e tij nga posti është marrë pas protestës së opozitës të zhvilluar ditën e djeshme në Tiranë, ku sipas burimeve nuk u garantua në mënyrë të plotë siguria e qytetarëve dhe menaxhimi i situatës nga strukturat e rendit. Pas këtij vendimi në krye të policisë së shtetit është komanduar Sokol Bizhga, i cili pritet të drejtojë përkohësisht institucionin deri në një vendim të mëtejshëm për drejtimin e strukturës më të lartë të policisë së shtetit. Lëvizja vjen në një moment tensionesh politike, pas protestave të fundit në kryeqytet dhe debatit publik mbi mënyrën e menaxhimit të rendit dhe sigurisë gjatë tubimeve. Burime për Times konfirmojnë se është shkarkuar edhe drejtori i policisë së Tiranës, Elton Allushi. Shkaqet janë mosgarantimi i rendit dhe vënia në rrezik e jetës së qytetarëve të Tiranës.